Në prag të 7 marsit, shkolla nënvjeçare Ndërmjeda në Shkodër ka festuar 40 vjetorin e themelimit, një jubilej që rikthen në kujtesë historinë dhe kontributin e saj në arsimimin e brezave të tërë nxënësish. Aktivitetet e zhvilluara prej disa ditësh janë përmbyllur me ceremoninë festive ku morën pjesë autoritetet vendore, drejtues të arsimit, ish mësues, prindër dhe nxënës të kësaj shkolle. Gjatë 4 dekadave, shkolla Ndërmjeda ka qenë një vatër e rëndësishme e dijes në qytetin e Shkodrës, ku kanë marrë arsimin fillestar mijëra nxënës, shumë prej të cilëve sot janë profesionistë dhe figura të njohura në fusha të ndryshme të jetës publike. Ky 40 vjetorni na bani me hap historikun dhe kam pa me shumë krenari. Kanë dalë shumë mjek, shumë mësues, inxhinier, sportist, artist, domethënë kanë nxjerrë shumë talente të ndryshme. Ne ndjehemi të gjithë me fjalë me një detyrim për nxënësit, për lagjen, për qytetin e Shkodrës, për gjithë atë punë të mirë që ishte dashur më bë dhe u bë. Me që jenë edhe në prag të festave të 7-8 marsit, festat e 2 nanave, të nanave biologjike dhe të nënave edukative. Sa më ngushtë të jetë bashkëpunimi midis tyre, aq më mirë bëhet për fëmijët në të ardhmen. Për drejtuesit dhe stafin pedagogjik, ky përvjetor është një moment riflektimi mbi rrugtimin e shkollës, por edhe një motivim për të vijuar me përkushtim misionin e edukimit të brezave të rinj. 40 vjetori e gjen shkollën nënvjeçare Ndërmjeda në Shkodër të rikonstruktuar me ambiente moderne mësimore, duke krijuar kushtet e duhura për procesin arsimor dhe zhvillimin e nxënësve.